Dhunoi të moshuarën në azil dënohet me 2 vjet e 3 muaj burg infermierja. Gjykata themelore në Pej ka shpallur fajtore Aurora Pelajn, ish infermiere në një qendër kujdesi për të moshuar, duke dënuar me 2 vite e 3 muaj burg për dhunën e ushtruar ndaj një gruaje të moshuar në vitin 2022. Sipas vendimit të gjykatës, Pelaj u dënua për sulmin ndaj një të moshuare të diagnostikuar me Alzheimer, e cila ndodhej nën kujdesin e institucionit ku ajo punonte. Gjyqtari Alan Taranis bëri të ditur se e pandehura, duke shfrytzuar pozitën e saj si infermiere dhe duke qenë e vetëdijshme për gjendjen e pambrojtur të viktimës, e kapi gruan nga të dyja duart, i kufizoi mundësinë për të mbrojtur, e mbështeti pas murit dhe e goditi disa herë me shuplaka në fytyrë. Gjykata vendosi që në dënimin prej 2 vjet e 3 muaj të llogaritet edhe koha që Pelaj ka kaluar në paraburgim nga 2 deri në 24 nëntor 2022. Pjesa e mbetur e dënimit do të vuloset pasi vendimi të marrë formë të prerë. Përveç dënimit me burg, gjykata vendosi edhe masën plotësuese të ndalimit ushtrimit të profesionit të infermieres për 5 vjet, afat që do të nis pasi akt gjykimi të bëhet i formës së prerë.